Njëra nga minjerat e mbyllura pak kohë më parë në rrethin e Pukës, pëson shëmbje masive duke krijuar në mesin e maleve të Lakut të Roshit një grop gjigante, e cila tashmë përbën rrezik edhe për njerëzit, nëse dikush mund të kalojë në atë zonë, fare pranë fshatit Lumbardh të komunës Qafmali. Specialistët e industrisë së Bakrit bëjnë të ditur se mund të ketë qenë ndonjë lëvizje tektonike, ajo e cila solli dhe shëmbjen masive para këtij lloji ndodhur ndonjëherë në rrethin e Pukës. Specialistë e minjerave bëjnë të ditur se shëmbja masive që tashmë ka lënë pas një grop të rrezikshme ka ndodhur në një prej minjerave të hapura që prej vitit 1989 e që shfrytëzohet së fundmi nga një kompani turke, e cila ka marrë me koncesion shfrytëzimin e nën tokës së pasur të rrethit të Pukës. Minjera e cila ka pësuar një shëmbje me rreth 100 metër nën sipërfaqen e tokës, duke lënë pas pamje që shihni në ekran, mësohet të jetë shfrytëzuar deri në nëntor të vitit 2013. Të shfrytëzuara maksimalisht nga kompani të huaja, tashmë minjerat e rrethit të Pukës, të cilët kanë pasuri polimetalore, po shkojnë drejt shëmbjes totale, duke shkërmoqur kështu edhe pasurinë më të madhe të cilën e kishte rrethi i Pukës. Fatin e minjerës këtu në Lakun e Roshit, e cila është shëmbur duke shpëtuar fal Zotit që do mos kishte dëme për jetën e njerëzve, duket se do ta pësojnë edhe minjera të tjera këtu në rrethin e Pukës, të cilët të shfrytëzohen, keq shfrytëzohen e më pas lihen në mëshirë të fatit.